Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, ja ku po takohemi në kanalin Historiete, këtë herë për të ndarë historinë të Marselës. Një histori shumë e dhimbshme, një histori shumë e rëndë, ku në ditët e saj më të bukura, në ditët e saj më të veçanta, Marsela ka dikujt t'i thot faleminderit. Unë quhem Marsela, jam 26 vjeç dhe këtë verë do të martohem. Është një nga momentet më të rëndësishme të jetës time, por edhe një nga më të dhimbshmit, sepse në vend të nënës time, pranë meje do t'jetë halla. Nuk është zgjedhje, por është e vetmja që më ka dashur si nën, sepse nëna ime e vërtet nuk ka qenë kurrë për mua. Kur isha e vogël, ndoshta 4 apo 5 vjeçe, më pëlqente të shihja nënën time duke u rregulluar pranë pasqyrës. Kujtoja se ishte e lumtur, kujtoja se e bënte për t'na bërë ne të lumtura, por më vonë kuptova që ajo nuk e bënte për ne. Asgjë që bënte nuk ishte për ne. Ajo mendonte vetëm për veten, për pamjen e saj, për shëtitjet e saj. Unë dhe motra ime, Albana, ishim si dy gjysmëhyje që rriteshin vetë, pa përqafime, pa ledhatime, pa fjalë dashurie. Nuk e mbaj mend asnjëherë të më ketë thënë të dua, bija ime. Nuk e mbaj mend asnjëherë të na ketë bërë ndonjë sanduiç për në shkollë, apo të na ketë puthur në ballë për të na uruar një ditë të mbarë. Babi jon ishte krejt ndryshe, një burr i thjesht, punëtor që i dhimbte dhe mundoheshte vetëm për familje. Ai punonte me 2 turne, në fillim në ndërtim, më pas si rojenate. Vetëm që t'na siguronte fletoret, këpucët edhe çantat për në shkollë. Kur u transformuam në kryeqytet, jeta u bë dhe më e vështirë. Ishim të varfër, po babi përpiqej me mishe me shpirt të na mbante lart moralin dhe të na bënte të ndjeheshim të sigurta. Ndërsa nëna jon, ajo nuk gatuante, nuk pastronte, nuk qëndronte kurrë në shtëpi. Kishte gjithmonë ndonjë justifikim për të dalë, për të ajrosur mendjen, kështu thonte, do dali çik të ajros mendjen. Mes tyre nisi sher pas sheri. Babi përpiqej të mbante familjen të bashkuar, por ajo nuk donte më as burrin e saj, por as edhe ne. E shikonte martesën si një burg dhe ne si një peng. Gjyshja jon, nëna e babit, e shikonte me dhimbje këtë sjellje, por mami nuk kishte asnjë pikë respekti për të. As për burrin që i kishte dhënë gjithçka. E tradhtoi me komshiun, një burr i martuar që banonte vetëm pak dyer më tej. E gjithë lagja u trazua nga kjo histori kur doli në shesh. Ishte turp për të gjithë, por ajo nuk e uli kokën as atëherë. Babai u thye, e mbaj mend kur erdhi një natë në shtëpi dhe na përqafoi fort të dyjave. Ishte një përqafim ndryshe, sikur donte të na kërkonte falje për atë që po ndodhte, edhe pse nuk kishte faj, ajo na la neve. Pas divorcit nëna jon na braktisi plotësisht. Nuk na kërkoi më, nuk u kujtua kurrë për ne. Nuk pyeti nëse kishim bukë, nëse kishim nevojë për një këmishë të bardhë, apo për një palë këpucë të reja. Për të, ne nuk ekzistonin fare. Për vite me radhë, mbajta brenda një plagë që më diqte çdo ditë. Pse nuk na deshi? Çfarë kishim bërë që t'na haronte? Më vonë kuptova që nuk ishte faji ynë. Ishte një njeri që nuk dinte të donte askënd përveç vetes. Kur gjithçka po binte mbi supet e babit, Zoti na dërgoi një ëngjëll. Hallën ton, motrën e babit. Ajo jetonte në veri dhe erdhi menjëherë për të na ndihmuar. La jetën e saj për të na qëndruar pranë. Na u bë nën. Na mësoi si të lidhnim shallin,
si të ndërtojmë fustanin, si të kujdesemi për flokët. Kur kisha ciklin e parë, nuk kisha kujt i flisja, por halla e kuptoi dhe më dha gjithçka që më duhej pa bërë të ndjesha keq. Ishte mbështetja jonë më e madhe, ajo që na çoi te mjeku, te dentisti, ajo që na qëndroi për orë të tëra para derës së gjimnazit kur kishim provime, ajo që qau kur mora diplomën e shkollës së mesme, ajo që erdhi në çdo takim prindërimi. Nuk e harroj kur një moment, kur mbarova universitetin, edhe të gjithë studentët po thrisnin prindërit për foto, unë mora hallën për dore dhe i thash, për mua ti e mami. Ajo qau si fëmijë, ishte momenti kur ne të dyja ndjem se jeta nuk na kishte lënë të vetme as pak. Dhe sot po afrohet dita e martesës sime. Më është bërë një grop në shpirt që do të shkoj drejt altarit pa nënën time biologjike. Por jam krenare që në vend të saj do t'jetë halla ime. Gruaja që më riti, më deshi, më udhëhoqi dhe më mësoi çfarë do të thotë të jesh nën. Nëna ime mund të ketë sjellje në jetë dy vajza, por nuk u bë kur nën për asnjërin. Ndërsa halla, ajo është dëshmia që nënat nuk janë vetëm ato që lindin, por ato që të duan me shpirt edhe kur nuk janë të detyruara. Unë quhem Marcela dhe këtë rrëfim po e ndaj për të gjithë vajzat që janë ndjerë të padashura nga nënat e tyre. Ju lutem, mos e mbani brenda edhe mos ndjeni faj. Dashuria vërtet nuk mungon, ndonjëherë ajo vjen nga dikush që nuk e prisni. Si halla ime që për mua është më shumë se çdo nën në botë. Edhe pse vitet kaluan dhe unë u përpoqja të ecja përpara, nuk e mohoj që shpesh herë në heshtje kam qarë për mungesën e nënës sime. Jo për atë që ishte realisht, po për atë që unë do të doja ta kisha. Kam parë shoqjet e mia me nënat e tyre në festa, në dasma, në ditëlindje dhe zemra më është soptuar. Kam pyetur veten, a nuk doja edhe unë një nën të më mbështeste, të më rregullonte flokët ditën e dasmës, të më përqafonte kur ndjesha keq. Por Zoti kishte një plan tjetër për mua, të më tregonte që dashuria më e pastër mund të vijë nga njerëz që nuk kanë detyrim, por kanë zemër të madhe. Motra ime, Albana, ka kaluar të njëjtat vuajtje si unë. Ne të dyja u bëm nën për njëra tjetrën, kur në fakt kishim nevojë për një nën tonën. Por kjo dhimbje na afroi më shumë, na bëri të pathyeshme. Sot ajo është mbështetja ime më e madhe, kur e shoh si e përqafon Allën dhe i thot mami, më mbushet shpirti me mall, por edhe me krenari. Sepse e dim që ne u ritëm me dashuri të fituar, jo të dhuruar pa merit. Ndërsa po përgatitem për ditën e madhe të dasmës, çdo gjë që kam bërë e kam ndarë me hallën. Ajo zgjodhi me mua fustanin, më ndihmoi të përgatis listat e të ftuarve dhe më bëri një amulet për fat të mirë. Kur i thash se dua ta shoqëroj ajo drejt altarit, ajo u emocionua dhe më tha: "Kjo është dhurata më e madhe që mund të më bësh, ti e bia ime." Në atë moment kuptova që edhe nëse nëna biologjike më haroi, unë nuk jam kur e braktisur, sepse dashuria e hallës e mbushi zemrën time me fëmijë, apo që fëmijë kur unë isha. Këtë rrëfim nuk po e ndaj për të akuzuar apo për të kërkuar mëshirë. Po e ndaj sepse dua që bota të di se ka ende njerëz që japin papritur gjë mbrapsht. Dua që kushdo që e lexon këtë histori të kuptoj se nuk është kur faji fëmijës nëse prindi nuk e do. Unë jam Marcela, vajza që u rit pa nën, por me një hall që më mësoi ta dua jetën, të dua veten edhe të fal. Kjo histori është për ty, halla ime, dhe çdo grua që zgjedh të jetë nën me shpirt, edhe jo nën me bark. Kjo është historia e Marcelës, që Marcela ka vendosur të ndanë me të gjithë shqiptarët.